Njerëzit e bëjnë edhe kam përshtypjen që është i moment që ne duhet reflektojmë në këtë sallë çfarë roli kemi. Jemi deputet Kuvendit të Republikës Shqipërisë, jemi këtu për të mbrojtur interesin e qytetarëve. Nuk besoj se të kushton kaq shumë që ta ezaurosh pyetjen apo përgjigjen me një koleg tjetër deputet për një çështje që mund mos bini dakord. Tash këtu unë doja të flisja për procedurë, për rendin e ditës, për çështje themelore, për faktin që kryeministri në 8 muaj ka qenë në këtë sallë vetëm 2 herë, për faktin që sa herë që këtu ka kërkesa për interpelancë, gjehet një arsye për të rrëzuar këto kërkesa. Mund të jeni e vetmja qeveri në botë që nuk kërkoni dhe nuk dëshironi të flisni për arritjet tuaja, për programin tuaj, për punët që bëni. Se krenoheni që bëni punë. Kisha për të folur për rendin e ditës, për çështje që janë themelore, për akshin. Keni një shembull shumë të freskët nga Greqia ditën e djeshme, ku nga 10-12 deputet nuk e kanë imunitetin, ju hoq imunitetin në parlamentin grek për shkak se dyshohen përfshirë në afera korruptive. Ndërkohë, në Shqipëri, se para pak u fol aty në foltore nga kreu grupit parlamentar tuaj, për arritje imagjinare më. Shqipëria për pak i bie që ne jemi vend antar i BE-s, me sa dëgjova. Po këto janë mashtrime, po janë skandaloze më, duhet përgjegjësi e madhe të gënjesh në këtë formë. Si më flet ti e ke kthy Shqipërinë në vendin kyç pastrimit parave? Shqipëria sot po kaloni, sot jemi në pikën që po kaloni të parën bank digjitale, që dhe aty nuk kthen për herë të parë Banka e Shqipërisë nuk kthen përgjigje. Jemi në fazën që kemi hap grup kapitujt 1-2, kemi hap edhe grup kapitujt e tregut brendshëm. Do jetë kjo arsye, mbajeni mend. Kjo banka digjitale që keni kaluar, Xhep Banku, do jetë arsye që do shtyhen negociatat. Mbajeni mend, këtu do jemi. Dhe nuk flisni kurrë. Këtu është një vend parafolsi që foli për integrimin e Shqipërisë në hapësirën imagjinare që ai ka Bashkimit Evropian, harron që ore vetëm dje foli komisionerja për zgjerim Marta Kos, përmendi vetëm Alnezi, përmendet Islanda, përmendet Moldavia, Shqipëria nuk ekziston më. Dhe ky është një problem që na përket gjithëve. Por nuk mund vazhdojmë tu të gënjejmë opinionin publik, gënjejmë qytetarët, gënjejmë dhe njëri tjetrin dhe fshihemi pas artificave, jo ke edhe 10 sekonda, jo ke edhe 12 sekonda, jo 30 sekonda. Rrim tu ta gdhim po që e nevojshme, të ezaurojmë gjithë problemet që realisht prekin qytetarët. Ore duhet flisim për akshin tu. Kryeministri të ka bërë avokatin, Mirlinda Karçanajt ka thënë është e pastre, nuk di t'i japi makinës, nuk ka makinë. Doli zonja në fjalë me 4 vila me shofer privat, me 10 mijëra metra truall në pronësi. Ore mban njëri përgjegjësi për këto? Kaq e thjeshtë është. Faleminderit, fjalën e ka zoti Arjan Doja për procedurë.